Një krishter I bëri një pyetje pastorit të tij. O, pastor, nuk mendoj se Perëndia më do. Pse e bëri këtë pyetje ky person? Ai tha se po përballej me vështirësi të mëdha në jetën e tij dhe ju lut Zotit që ta ndihmonte. Por gjendja e tij nuk ndryshoi, kështu që e bëri këtë pyetje. Nuk është e lehtë të përgjigjesh këtyre pyetjeve. Por, ndërsa po meditoja mbi Mateun 6:26-27, një folje më tërhoqi vëmendjen. Vini re zogjit e qiellit nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare dhe ati juaj qiellori ju ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Dhe cili nga ju, me gjithë shqetësimin e tij, mund t'i shtoj shtatit të tij qoftë një kubit? Ajo në të cilën u përqendrova ishte folja vëre. Për mua, kjo folje vëre do të thotë të shikosh gjerësisht, jo ngushtë. Çfarë do të thotë kjo? Midis shumë shëmbulltyrave të Jezusit, nëse shikojmë shëmbulltyrën e birit plagprishës, do të jemi në gjendje ta kuptojmë ata që dua të them, pak më lehtë. Djali plagprishës shpërdoroi të gjithë pasurinë që kishte marrë nga ati, dhe në fund ishte aq I varfër sa nuk mund të përballonte as ushqimin që hanin dera. Dhe ai vajtoi për situatën e tij. Në këtë situatë, le të imagjinojmë sikur djali plagprishës ju lut Perëndisë për ndihmë. Por, ashtu si personi që vuri në dyshim dashurinë e Perëndisë më parë, edhe djali plagprishës, duke parë që nuk ka asnjë ndryshim në jetën e tij, fillon të fajsojë Perëndinë. Çfarë mendoni ju? A shihni vetëm gjendjen aktuale të djalit plagprishës në telashe? Apo shihni birin plagprishës duke I kërkuar me vrazhdësi të atit pasurinë e tij dhe pastaj duke I mbathur me të? Gjithashtu, a e shihni baban duke pritur djalin plagprishës dhe duke mirëpritur atë pasi ai u kthye? Dhe tha, një njeri kishte 2 bij. Me njeriu I tyre I tha babait, atë, më jep pjesën e pasurisë që më takon. Dhe I ati u andau ç'kishte. Mbas jo shumë ditësh biri më I ri mblodhi çdo gjë. Shkoi larg në një vend të huaj dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shturur. Dhe, si shpenzoi të gjitha, në ato vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë nevojtar. Atëherë shkoi e ju ngjit pas një qytetarit atij vendi, I cili e çoi në arat e tij që të kullo derrat. Dhe dëshironte të mbushte barkun me lende që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha, sa më ditësve të atit tim mu tepron buka, kurse unë po mbaroj nga uria. Do të çon dhe do të shkoj tek I madh dhe do t'i them, atë, më gatova kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më I denjë të quhem yt bir, më bëj si një nga mëditësit e tu. U çua pra dhe shkoi tek I ati. Por kur ishte ende larg, I ati e pa dhe pati dëmshuri. U lëshua vrap, u hodh mbi qafën e tij dhe e puthi. Dhe I biri I tha, o atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më I denjë të quhem biri yt. Por I ati u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu rrobën më të mirë dhe vishjani. I vini një unaz në gisht dhe sandale në këmbë. Sillni viçin e majmur dhe therreni, të ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im ishte I vdekur dhe u kthye në jetë, ishte I humbur dhe u gjet, dhe filluan të gëzoheshin. Djali I tij I madh ishte në ar, dhe kur erdhi dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle. Atëherë thirrri një nga shërbëtorët dhe e pyeti ç'ishte e gjithë kjo. Dhe ai tha, erdhi yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majmur, sepse u kthye djali shëndoshe mirë. Por ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë I ati doli dhe I lutej të hynte. Por ai u përgjigj të atit dhe I tha, ja, kaq vite po të shërbej dhe kurrë s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tu. E megjithatë, kurrë s'më dhe një kec që të gëzohem me miqtë e mi. Por, kur erdhi ky djali yt, që prishi pasurinë tënde me kurva, ti there për të viçin e majmur. Atëherë I ati I tha, o bir, ti je gjithmonë me mua, dhe gjithë të mijat janë të tuat. Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt ishte I vdekur dhe u kthye në jetë,
kishte humbur dhe u gjet.